18 nëntori i vitit 2024 do të mbahet mend të gjatë si një ditë tejet e trisht ku mbeti i vrarë Martin Cani në mes të Tiranës pas një konflikti me bashkëmoshatarët e tij. Ka kaluar plot një vit dhe unë kam në një lidhje direkte në këto momente kolegen Anila Hoxha për të mësuar diçka më tepër se në çpik është procesi ndaj autorit të dyshuar për vrasjen e Martin Canit. Në këtë mënyrë i shprehim edhe ngushëllimet familjes Martinit, 14 vjeçar. Anila? Mirëmëngjes Fiori, po është vërtet ditën e sotme mbushet një vit nga vrasja e Martin Canit, një krim i ndodhur afër shkollës ku ai ndiqte shkollën së bashku me autorin, edhe një krim për të cilin pavarësisht se ditën e kaluar, pra në prag të këtë përvjetori, prokuroria e Tiranës shpalli pretencën, ende nuk ka një vendimarrje nga organi akuzës sa i takon hetimeve për personelin dhe stafin arsimor të shkollës Fanolit, vendosur në hetim dhe që u pranua zyrtarisht se po dyshoheshin dhe po hetoheshin për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, gjë e cila gjatë një viti nuk është vendosur nëse ka apo jo vepër penale dhe nëse atë të dyshuarit, midis tyre psikolog, mësuese deri tek funksionar të drejtues të shkollës Fanoli, do duhet apo jo të ngriej një akuzë ndaj tyre apo çështja do duhet të pushohej. Një vendimarrje e cila nuk është finalizuar ende nga prokuroria e kryeqytetit. Nga ana tjetër, ditën e kaluar, prokuroria e çështjes në një seancë me dyert të mbyllura, sepse e parashikon ligji të tillë për shkak të moshës së mitur, jo vetëm të viktimës Martin Cani, por edhe të plagosurit Luis Meçja, por edhe të autorit për leshaj dhe për këtë arsye, sipas kodit për të miturit, duhet dhe gjithmonë ndiqet protokolli dhe procedura që këto procese zhvillohen pa praninë e publikut dhe pa praninë natyrisht edhe pa praninë e medias, por vetëm me praninë e palëve ku përfshihen edhe psikolog të caktuar nga gjykata, por gjithashtu edhe kujdestarët apo prindrit e të miturve që janë nën akuzë apo të dyshuar. Dhe kjo procedurë është mbajtur edhe në procesin ndaj Mario Përleshajt, jo vetëm ditën e djeshme ku shpall pretenca nga prokuroria e çështjes, por gjatë gjithë këtyre seancave të mbajtura për disa muaj me radhë në dhomën penale seksionit të miturit me gjyqtare zonjën Marinela Osmani. Vetë Përleshaj ka qenë në seancë, ka marrë pjesë në seancë? Po, ka qenë i pranishëm, ai ka ndjekur shumicën e seancave gjyqësore, është transferuar nga stafi dhe nga madje edhe psikolog të caktuar nga gjykata, sikurse mësohet prokuroria ka kërkuar dënimin me 25 vite burgim për shkak të akuzës që është ajo e vrasjes për shkak të cilësive të veçanta që janë cilësitë e të miturit dhe gjithashtu edhe plagosje për shkak të cilësive të veçanta që sërish është dëmtimi i një të miturit Meçja, por gjithsesi prokuroria ka kujtuar kodin penal për të mitur, kodin e të miturve, i cili parashikon se një mitur nuk mund të dënohet më shumë se 12 vite, por kjo nuk ka qenë një deklaratë definitive prokurores. Prokuroria nga ana e saj ka kërkuar dënimin me 25 vite burgim, por i ka kujtuar gjithashtu nenin përkatës të kodit për fëmijët që duhet aplikohet sipas saj nga gjykata dhe kjo pastaj është në dorën e gjyqtares Osmani për të aplikuar gjatë shpalljes së vendimit që do të jap në perspektivë për Përleshajn dhe ku do t'i referohet natyrisht kodit për të miturit. Çështja e shmangjes së dënimit të përjetshëm për fëmijët e gjithashtu çështja e aplikimit e faktit që konsiderohet si rrethan shumë lehtësuese, pra mos aplikimi i dënimeve të rënda për fëmijët, ka qenë më herët një debat gjyqësor edhe në gjykatën e lartë për një masakrë midis të miturve të ndodhur në qytetin e Shkodrës, ku gjykata ka vendosur se natyrisht fëmijët nuk dënohen me burgim të përjetshëm dhe këtë e thotë konsiderohet dhe parashikohet sipas asaj që reforma tha dhe deklaroi një drejtësi miqësore për të miturit, ata nuk dënohen me burg të përjetshëm, por gjatë një gjykimi për një ngjarje ku kishte të mitur në akuzë, është përfundoi në gjykatën e lartë dhe gjykata e lartë vendosi standardin dhe kujtoi se
pavarësisht sepse konsiderohet që shmangja nga dënimi i përjetshëm është një rrethan që jep një benefit, ligjvënësi e benefit fëmijës, në mënyrë që ai të rehabilitohet dhe është një mundësi edhe për shkaqe tjera, ku përfshihen përgjegjësia penale kështu me radhë, por nga ana tjetër, duke shmangur burgun e përjetshëm, gjykata e lartë, sepse e thot kodi penal, gjykata e lartë kujtoi gjithashtu sepse përballja në gjykatë ishte a përfitonte apo jo një i mitur edhe nga gjykimi i shkurtuar, për sa kohë dihet që pragu i këtij dënimi është jo më shumë se 12 vite për ngjarje të caktuara. Edhe këtë zgjidhje dha gjykata e lartë, duke thënë se sido që të jetë, prevalon interesi më i lartë që është ai i fëmijëve. Si do thotë juridikisht nuk shmanget dhe është e pashmangshme që Marinela Osmani ti referohet jo vetëm kodit miqësor për të miturit, ditën kur do të jap vendimin për Mario Përlleshajn, po gjithashtu edhe vendimeve unifikuese të gjykatës lartë për këtë kazus, që natyrisht shmang burgun e përjetshëm, e natyrisht shmang edhe dënimet e rënda. Po nga ana tjetër, përpara se ky vendim të jepet, Fiori duhet që mbrojtja të thot fjalën e saj, që sërish do të jetë në një proces me dyert të mbyllura dhe do të mbahet në seancën e radhës. Natyrisht mbrojtja që është parë gjatë kësaj kohe, dhe ajo që është kuptuar gjatë procesit me dyert të mbyllura, së pari ka qenë karta e parë që është hedhur është ajo e pretendimeve të avokatëve dhe të Mario Përlleshajt nga Instituti i Fëmijëve në Kavaj, i cili së pari e testoi drejtësinë përmes mbrojtjes, duke kërkuar ndryshimin e masës arrest në burg, e duke treguar si një nga arsyetimet përfaqësuese dhe mbrojtëse e tij ishte pikërisht rrethana se ai ishte një nxënës shumë i mirë me rezultate të larta në shkollë dhe po ashtu ishte sipas avokatëve dhe të dhënave që kishin përftuar nga stafi arsimor në shkollën Fanoli, një fëmijë i cili nuk ka patur konflikte dhe probleme dhe precedente të mëparshëm. Pavarësisht qëndrimit dhe këtyre të dhënave, të treja gjykatat nuk e pranuan lirimin edhe ndryshimin e masës, ndonse fëmia kërkoi që sa kaq të ndiqte edhe shkollën edhe në mënyrë që mos parandalohej nga kjo fëmia i akuzuar për 2 vepra penale, gjykatat nuk e pranuan. Kjo betejë më pas vazhdoi gjatë gjykimit të themelit, ku një nga kartat e mbrojtjes nuk ishin vetëm rrethanat se si ndodhi ngjarja të bëra publike gjatë këtij viti, por edhe sërish edhe profili i tij për mënyrën se si ai ndiqte shkollën edhe rezultatet e tij. Megjithatë do të shohim veç kësaj se cilat do të jenë të dhënat e tjera që mbrojtja do t'i përdor gjatë fjalës së saj përpara se gjyqtarja të përgjigjet për vendim. Më ke thënë në komunikimin e kaluar për vrasjen e Martin Canit. Në komunikimin e shkuar më ke thënë se Mario Përlleshaj ndodhet në gjendje të rëndë psikologjike dhe trajtohet në institucionin e fëmijëve në Kavaj. Ka një protokoll për çdo fëmijë si në varësi të ngjarjeve penale për cilat ata akuzohen apo menen të pandehur, që ndiqet për secilin, jo vetëm për ta rehabilituar dhe reintegruar atë, por edhe për ta trajtuar në aspektin psikologjik. Dhe Mario Përlleshaj është një nga fëmijët në akuzë që mbahet në këtë institut të fëmijëve që trajtohet dhe si ai edhe 3 fëmijë të tjerë që kanë veprën e vrasjes dhe plagosjes së rëndë dhe që gjendja atyre psikologjike konsiderohet rënduar dhe për këtë arsye përveç stafit arsimor të vendosur, sepse në Institutin e Fëmijëve në Kavaj ka shkolla dhe klasat caktuara dhe fëmijët i nënshtrohen shkollimit në shkolla, aty ku ata e kanë ndërprer momentin që janë ndaluar apo janë arrestuar dhe natyrisht Mario Përlleshaj i është nënshtruar dhe mbahet për një viti edhe në trajtim psikologjik sipas një protokolli të saktuar nga Instituti i të miturve Kavaj, jo vetëm për shkak të veprës penale të rëndë që ai për cilin ai akuzohet, por edhe për shkakun sepse nga ajo që është evidentuar në kartelën dhe në kartelën mjekësore, do të kujtojmë këtu se Mario Përlleshaj u dërgua në një spital privat dhe u trajtua si plagosur dhe për pose një i pandehur, ai gjithashtu është trajtuar, ka vazhduar trajtimi i tij mjekësor për disa javë edhe në Institutin e të miturve, është trajtuar gjithashtu së bashku me veprën penale si dyshuar më pas si pandehur, është trajtuar edhe si një nga dëmtuarit për cilin nuk u gjet nëse ai
ai ishte dëmtuar pa dashje gjatë kohës që ka mbajtur armën e ftohtë, apo është dëmtuar nga persona të tjerë. Megjithatë mundësia më e madhe, sikurse të paktën është thënë nga organi i akuzës në atë kohë, është fakti që Mario Përlleshaj është dëmtuar pikërisht gjatë kohës që ka mbajtur armën e ftohtë, është vetë dëmtuar, por kjo nuk u konkludua gjatë shpalljes pretencës nga prokuroria e çështjes, paktën nga ajo që mua më thanë burimet jo zyrtare të pranishme në seancën e gjykatës. Prokuroria ka konkluduar të gjitha rrethanat, duke nisur nga konflikti verbali mbajtur në ambientet e brendshme të shkollës, e më pas duke renditur dijenin e stafit arsimor, e më pas edhe si ishin njoftuar ata njëri pas tjetrit, menjëherë mbasi fëmijët kishin dalë nga ambientet dhe ishin përleshur me njëri tjetrin duke finalizuar me vrasjen e Martinit të vogël dhe gjithashtu plagosjen e bashkëmoshatarit të tij. Ky proces në fakt ka patur një numër të lartë nxënësish, të cilët janë pyetur në seancën me dyert të mbyllura, ku dhe secili ka treguar versionin e tij të fiksuar më herët edhe nga policia e Tiranës, menjëherë mbasi krimi ka ndodhur. Tani më gjithçka ngelet, së pari mbasi prokuroria shpalli pretencën, ngelet që të shikohet cila është mbrojtja dhe cili do të jetë vendimi i gjyqtares të seksionit për të mbitur zonjës Marinela Osmani. Ky proces gjatë këtyre muajve është ndjekur edhe nga prindrit e Martinit të vogël, të cilët vazhdimisht në çdo proces kanë qenë të pranishëm dhe kanë ndjekur në heshtje të gjithë procesin. Ka patur një përballje mes prindërve të Martinit dhe prindërve të Mario Përlleshajt në seancat e gjyqit? Jo, të dyja palët kanë qëndruar të distancuara nga njëra tjetra, ajo që dihet është se prindrit e Martinit të vogël kanë dhënë disa herë mesazhin se kanë shumë shpresë nga drejtësia dhe presin drejtësi, edhe gjithashtu kanë dhënë një mesazh të jetë qytetarët të dinjshëm, kur kanë thënë dhe kanë kërkuar që drejtësia të flasë, po gjithashtu dhe që institucionet, e sidomos institucionet e arsimit, të jenë më vigjilente që mos përsëritet më rasti fatkeq sikurse rasti i fëmijës së tyre. Një ngjarje e rëndë e cila në fakt sensibilizoi të gjithë shoqërinë edhe përpara shkollës, pati madje reagime, po sidoqoftë pavarësisht të gjithave, pavarësisht reagimit dhe sensibilizimit që kulmoi me ndërmarrjen e masave të reja, edhe me mënyrën se si u kërkua që oficeri i sigurisë në shkolla të ishte më eficient, po nga ana tjetër edhe mësuesit të ishin gjithashtu më eficient dhe më vigjilent. Fakt është se deri më tani prokuroria e kryeqytetit nuk ka dalë me një rezultat nëse do duhet apo jo të ngrënë një akuzë për përdorim detyre, duke mos vlerësuar rrethanat dhe të dhënat për një ngjarje sikurse ishte ajo. Për kë bëhet fjalë konkretisht, Anila? Kur flitet për personelin, për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një mësuese, një psikologe dhe një drejtuese të shkollës Spanoli, për cilat nuk ka asnjë finalizim. Vetë prokuroria e Tiranës ka njoftuar zyrtarisht se ka veçuar menjëherë mbasi dorëzoi hetimin për Përlleshajin, për të akuzuarin Përlleshaj pranë gjyqtarit para prak, njoftoi se kishte veçuar hetimet për shpërdorim detyre për persona të tjerë, pa thënë dhe pa theksuar se kush ishin këto të dyshuar dhe ndaj të cilëve po mbajshin hetime. Një çështje e cila vazhdon të jetë e hapur dhe pa një rezultat nga prokuroria e kryeqytetit. Ajo që dihet tani më është fakti se çështja e krimeve dhe të miturit është një alarm i vërtet. Pak ditë më parë ne diskutuam së bashku për të njëjtën çështje në Shqipëri, u mbajt një konferencë kombëtare me që mlodhi të gjithë të krerët e institucioneve që merren me fëmijë, duke nisur nga përmarimi, i cili dha një numër, drejtori i shërbimit përmarimor dha një numër shumë të lartë sa i takon, deklaroi një shifër shumë të lartë se takon problemeve për padit, për dhënje të mjeteve për jetesë, mbasi njëri prej prindërve shmangte që të përgjigjej detyrimit me kuotën e dur monetare. Nga ana tjetër, alarmin e dha edhe drejtori i përgjithshëm i shërbimit të provës, i cili deklaroi se nga rastet që ata vërejnë dhe klasifikoi krimet tipike ku përfshihen të miturit, duke përfshirë sulmet fizika, i tha se veçanërisht ka vërejtur dhe është vërejtur nga rastet që ata ndjekin, pra shërbimi i provës ndjek, se disa prej tyre janë përdorues droge dhe kërkoi që madje të kishte një strategji konkrete sa i takon përdorimit të drogës së fëmijëve në Shqipëri. Një problem të cilin e ngriti gjithashtu edhe zyrtarja e policisë së shtetit, që tregoi se jo vetëm tha që më së shumti po vërehet edhe largime të fëmijëve nga banesat dhe ekziston rreziku që ata fëmijë që largohen nga shtëpia
të meren dhe të inkriminohen nga grupet caktuara, por dhe ajo e vuri theksën e saj të problematika e përdorimit të drogës. E kështu pati një sër aktorësh të tjerë të institucionëve që nuk e shmangën problem dhe të gjitha ta i ranë këmbanave përsa i takon fakti që nga një ranë kemi një kod miqësor për të miturit, po nga ana tjetër mungon një institucion i cili pavarësisht se është deklaruar zyrtarisht në disa intervista që unë kam realizuar me Ministrinë e Drejtësisë dhe konkretisht edhe me drejtoreshën që merret me parandalimin dhe shmangjen e konflikteve të miturit, një institucion që është në varësi të Ministrisë Drejtësisë, institucioni i cili duhet të ngrihet për reintegrimin dhe rehabilitimin e fëmijëve pa harruar atë që është aktualisht që është institut që zbaton masat e arrestit në burg. Ky është një institut që duhet ngritur dhe nuk aplikohet burgu, ky nuk është ngritur ende. Ky institut është i rëndësishëm, Fiori, e kemi diskutuar dhe më parë që do të funksionojë si një institucion riedukimi. Po, dhe do të themi sërisht, sepse ky institut shtetëror është i rëndësishëm sepse masat që parashikohen nga kodi miqësor për të miturit, sikurse është shmangja, këshillimi, urrëri i gjykatës që detyron fëmijën apo prindin ta çojë fëmijën në shkollë, nuk ka një institut që i ndjek nëse zbatohen apo jo. Dhe për këtë arsye, siç thanë gjyqtarët dhe prokurorët në konferencën kombëtare për të miturit, këto masa nuk jepen nga gjykata. Pra, nga hyrja në fuqi e kodit miqësor për të miturit, shumë pak masa të tilla jepen. Dhe për këtë arsye, aktualisht, shumica e masave që jepen shkojnë tek Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, e cila cakton një kalendar apo paraqitje për të miturit. Por ky institut dhe ky institucion është shumë i rëndësishëm për t'u hapur, edhe pse disa herë është tënës dhe janë vendosur afate kohor brenda të cilëve është premtuar që do të hapet, deri më tani vazhdon të jetë një ëndër dhe një projekt, megjithatë duhet thënë dhe duhet pranuar se së paku është gjendur vendi se ku do të ngrihet institucioni që është në afërsi të zonës së Mëzezit në Tiranë, po, në afërsi të zonës së Mëzezit apo dhe të Kasharit, dhe mëtej do të ketë një staf ku përfshihen një grup i madh psikologësh, mësuesish e merat, por përpara se të shkohet te stafi që do të asistojë fëmijët, do duhet që ky institut të jetë i prekshëm dhe të jetë real. Të jetë një institut i ndërtuar që nuk po funksionon ende nga 2016 në vazhdim. Po themi tani më në 2026 mbushen 10 vjet nga reforma në drejtësi dhe një nga degëzimet më të rëndësishme të reformës në drejtësi, pa lënë mjanë vetingun, pa lënë mjanë institutet e reja, institucionet e reja si LD-ja, KLP-ja, KLG-ja, pa lënë mjanë prokurorinë e posaçme, një nga degëzimet më të rëndësishme të reformës në drejtësi është edhe kodi miqësor për të miturit që parashikon detyrime dhe parashikon qasje konkrete se si duhet të sillen me fëmijët në konflikt me ligjin apo viktima të ngjarjeve të caktuara. Dhe kur them viktima e kam fjalën edhe për braktisjen e fëmijëve nga prindrit, atëherë dhe një nga fenomenet është ajo e braktisjes së fëmijëve në mënyrë të organizuar nga prindrit në vendet të Bashkimit Evropian, sidomos në Itali, në Belgjik, në Francë, në Gjermani, dhe prindrit i lënë ata qëllimisht në mënyrë që të fusin në skemën e marrjes së dokumentave, sepse menjëherë mbasi këto fëmijë janë në moshë, autoritetet shtetërore përkatëse në vendet e Bashkimit Evropian i deklarojnë këta fëmijë të braktisur dhe më pas ata vendosen në skema të tjera mbrojtjeje, por sidoqoftë edhe kjo është një mënyrë braktisje e fëmijës e cila është konstatuar edhe në hetime penale të caktuara disa vjeçare nga prokurorit të rretheve të caktuara, menjëherë mbasi janë njoftuar nga partnerët tanë të huaj, ku kanë pikasur dhe kanë konstatuar se fëmijët kanë udhëtuar me prindrit e tyre, janë lënë vetëm aty dhe më pas janë marrë në ombrellën e shteteve përkatëse. Ne do ta mbyllim këtë pjesë të bisedës, edhe njëherë i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Martin Canit, një plagë e pashërueshme për ta, por një tronditje e madhe për gjithë opinionin publik që ka përjetuar vërtet momente shumë të dhimbshme me humbjen e jetës të voglit Martin Can.